Si t'i ushqejmë shpezet në parqe dhe male. Dokumentar edukativ për ndërgjegjësim dhe mbrojtje të natyrës. Natyra është shtëpia e përbashkët e njeriut dhe kafshëve. Në parqe, pyje dhe male, shpezet përfaqësojnë një nga krijesat më të bukura dhe më të ndjeshme të ekosistemit. Zëri i tyre, fluturimi i lehtë dhe prania e tyre janë shenjë e një ambienti të shëndetshëm. Por ndërhyrja e njeriut, qoftë edhe me qëllime të mira, mund të ketë pasoja pozitive ose negative. Ushqyerja e shpezëve kërkon dije, kujdes dhe përgjegjësi. Ky dokumentar synon të edukojë dhe ndërgjegjësojë se si, kur dhe me çfarë duhet t'i ushqejmë shpezet, pa i dëmtuar ato dhe pa prishur ekuilibrin natyror. Rëndësia e shpezëve në natyrë. Shpezet luajnë një rol jetik në ekosisteme. Ato ndihmojnë në përhapjen e farave, kontrollin e insekteve dhe mbajtjen e balancës biologjike. Shumë specie janë indikatorë të pastërtisë së ambientit. Zhdukja ose dobësimi i tyre është alarm për natyrën. Në male dhe parqe, shpezet përballen me sfida të mëdha, sidomos gjatë dimrit, mungesë ushqimi, temperatura të ulta dhe shkatrim të habitatit. Në këto kushte, ndihma e kontrolluar e njeriut mund të jetë shpëtimtare. Kur është e nevojshme ushqyerja e shpezëve. Ushqyerja e shpezëve nuk duhet të jetë e vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Në natyrë ato janë të afta të gjejnë vetë ushqimin. Ndërhyrja bëhet e domosdoshme kryesisht gjatë dimrit të ashpër, kur toka është e mbuluar me borë, pas fatkeqësive natyrore, në zona urbane ku habitatet janë shkatëruar. Ushqyerja pa kontrolluar gjatë stinëve të tjera mund t'i bëjë shpezët të varura nga njeriu dhe të humbas instiktin natyror. Çfarë ushqimi është i përshtatshëm për shpezët? Një nga gabimet më të mëdha është dhënia e ushqimeve të gabuara. Jo çdo ushqim që ha njeriu është i sigurt për shpezët. Ushqimet e rekomanduara janë fara luledilli pa krip, grur misër i grimcuar, tërshere pa përpunuar, arra dhe lajthi të coptuara, mollë dhe dardha të prera, bukë integrale e thatë në sasi shumë të vogla, ushqimet e rrezikshme që duhen shmangur, buka e bardhë dhe freskët, ushqimet e kripura ose të ëmbla, produktet e skuqura, çokoladë, ushqimet e përpunuara industriale, buke e bardhë, megjithse e përdorur shpesh mund t'i shkaktojë probleme serioze në tretje dhe keq ushqyerje. Si të ushqejmë shpezët? Pra në parqe. Në parqe urbane, ku shpezët janë mësuar me praninë e njerëzve, ushqyerja duhet të jetë edhe më e kujdesshme. Vendosni ushqimin në ushqyes të posaçëm. Mos e hedhni ushqimin në tokë. Mbani pastërt ambientin. Mos u afroni shumë pranë shpezëve, mos i detyroni të hanë nga dora. Ushqyesit duhet të pastrohen rregullisht për të shmangur përhapjen e smundjeve. Ushqyerja e shpezëve në male dhe pyje, në zona malore, ndërhyrja duhet të jetë minimale dhe e menduar mirë. Shpezët e egra janë më të ndjeshme ndaj ndryshimeve. Vendosni ushqim vetëm në raste emergjente, përdorni ushqime natyrale, mos lini mbeturina, mos ndryshoni sjelljen e tyre natyrore. Ushqimi duhet vendoset në vende të sigurta larg grabiqarëve dhe rrugëve të frekuentuar nga njerëzit. Gabimet shpeshta që duhet shmangur: ushqyerja e tepërt, ushqimi i shpezëve të smura pa masa mbrojtëse, përdorimi i ushqimit të mykur, grumbullimi i madh i shpezëve në një vend. Këto veprime mund të çojnë në smundja, agresivitet dhe varësi. Roli i edukimit dhe ndërgjegjësimit. Edukimi i fëmijëve dhe i të rriturve në mënyrën e duhur të ushqyerjes së shpezëve është thelbësor. Një veprim i vogël i bërë gabim mund të dëmtojë një specie të tërë. Shkollat, familjet dhe mediat kanë rol të madh në përhapjen e kulturës së respektit ndaj natyrës. Ushqyerja e shpezëve nuk është vetëm akt bamirësie, por përgjegjësie morale dhe ekologjike. Natyra nuk ka nevojë për ndërhyrje të pakujdesshme, por për ndihmë të mençur. Duke i ushqyer shpezët në mënyrën e duhur, ne jo vetëm që i ndihmojmë ato të mbijetojnë, por ruajmë harmoninë e krijimit dhe lëm një trashëgimi të pastër për brezat e ardhshëm.